what you'll say. You say, oh, sing one you know. But I promise you this, I'll always look out for you. Yeah, that's what I do. I know I was wrong, but I won't let you down. Yeah, I will. Yes, I will. I said, I cried. Të pranishëm, të afër, miq dhe dashamirës. Sot jemi mbledhur këtu për të dëshmuar një nga momentet më të bukura në jetën e dy njerëzve që kanë zgjedhur të ecin bashkë, Kevi dhe Melina. Martesa është një premtim, por mbi të gjitha një udhëtim që fillon me dashuri, mirëkuptim dhe respekt të ndërsjellët. Është një bashkim zemrash që mësojnë të rrajnë në të njëjtin ritëm, edhe kur jeta ka dallgët e saj. Martesa është gjithashtu një zotim solemn i mbështetur mbi besimin dhe përkushtimin e ndërsjellët. Ajo nuk është vetëm një bashkim i dy njerëzve, por dhe i dy zemrave, dhe i dy familjeve, dhe i dy historive që sot bëhen një. Le të jetë kjo lidhje e mbushur me durim, besnikëri dhe mirësi, sepse këto janë themelet e një jete të qëndrueshme dhe të lumtur në çift. Sot, përpara nesh, ata zgjedhin jo thjesht jenë bashkë, por të ndërtojnë një shtëpi shpirtërore mbi besim, përkujdesje dhe përkushtim. Dashuria e vërtet nuk është perfekte. Ajo është e vërtet, e duruar dhe e sinqert. Sot, Kevi dhe Melina, ju shprehni publikisht vullnetin për të ndarë jetën me njëri tjetrin. Me këtë akt, ju merrni përsipër përgjegjësinë për të dashur dhe mbështetur njëri tjetrin në çdo rrethan, në ditë të gëzuara e në ato të vështira, në shëndet e sëmundje, në begati dhe lumturi. Përpara njëri tjetrit dhe përpara nesh, unë ju ftoj që ju të ndani betimet tuaja. Për shokun tim të ngushtë. 7 vite më parë, nuk do imagjinonim kur që ne do ishim pikërisht këtu, përballë njëri tjetrit në altar. Në të njëjtën kohë, ishte sikur brenda meje e dija që herën e parë kur sytan u takuan. E kam idealizuar gjithmonë dashurisë në filma. Kur isha e vogël thoja, dua një të dashur romantik, të më doj shumë, të jetë respektuar dhe i dedikuar. Të martohemi ndoshta një ditë dhe të krijojmë një familje. Por ajo që gjetet ti, Kevi,
është më shumë më tepër se çdo ëndër që kisha. E nisa këtë fjalim për shokun tim të ngushtë, sepse para se të ishte dashuria ime, ke qenë shoku im më i mirë. Ti më mësoi të dashuroja, të kultivoja këtë dashuri. Bashkë me ty mësova që dashuria është e thjeshtë nëse pra vetes ke njeriun e duhur. Në altar gjithmonë dëgjojmë pyetjen: premtoni që do rrini në të mirën e të keq bashkë? Më vjen keq Dori që po dali pa nga skripti, por përgjigjja për këtë pyetje është dhënë shumë kohë më parë. Kevi ka qenë pranë meje në çdo moment, në të mirë dhe në të keq. Edhe në çaste vështira kur nuk kam derdhur lot, sepse ti më bën të qesh dhe të harroj çdo problem dhe atëherë kur dhimbja më rëndon. Për këtë faleminderit. Faleminderit që je forca ime, faleminderit që më bën njeriu më të mirë. Faleminderit që kujdesesh për mua dhe faleminderit që besonte unë. Je qetësia dhe shtëpia ime. Të premtoj që do jem partnere më e mirë për ty. Premtoj që do jem gjithmonë krau yt i djathtë. Të premtoj respekti për kushtimin dhe dashurinë time pa kushte. Premtoj që do gatuaj më shumë, dhe pse do marri pa kohë. Dhe premtoj që do mbyll universitetin një ditë, me shpresë para se shkoj 40 vjeç. Kev, je ëndra ime bërë realitet. Të dua me gjithë zemrën çdo frimarje. Mezi pres të shoh, jo vetëm si partnerin tim të përjetshëm, por edhe si babain të familjeve tanë. Melina, jemi parë për herën e parë në 18 shtator të vitit 2017, në klasën e 10D. Në fillim kundërshtova të isha pjesë e asaj klase pasi nuk njeh askënd, por sot jam këtu përballë shoqes time së klasës. Plot 8 vite kanë kaluar që nga ajo kohë dhe çdo ditë falenderoj Zotin që më solli pranë teje. Momentin e parë që u pam nuk e kujtoj mirë, por më kujtohet se të ishte dje, dita kur kuptova se kisha rënë në dashuri me shoqen time të ngushtë. E kush do ta mendonte se një bisedë krejt normale deri në 5 të mëngjesit midis dy shokëve do të na sillte këtu sot, përballë njerëzve tanë më të dashur, duke i premtuar njëri tjetrit për jetësinë. Më kujtohet letra e parë që të kam shkruar. Plot 8 faqe. Okej, kam pak shkrimin të shpërndar, por që prap quhet. Mbaj mend më shumë se çdo fjalë tjetër, kam shkruar një fjalë në veçantë. Dhe ajo fjalë është faleminderit. Faleminderit Melina, për çdo fjalë, çdo këshill, çdo kritik dhe çdo lavdërim që më ke dhënë. Pa ty, unë nuk do të isha ky që jam sot. Jemi rritur plot 7 vite me njëri tjetrin. 7 vite me shumë emocion, sfida, momente gëzimi dhe disa trishtimi. Por bashkë ja kemi dalë. E kemi dalë mban të mbështesim njëri tjetrin, ashtu siç bastoni te ai plaku i verbër. E di që jeta jonë sapo ka filluar, dhe jemi vetëm 23 vjeç, dhe shumë gjëra të tjera na presin. Por më beso kur them se mezi po pres ta përjetojmë çdo moment së bashku. Nuk po mbas më shumë kohë dhe po kaloj te premtimet. Pikë së parë. Të premtoj që do gatuaj, pra i shkos aty do pastrosh. Të premtoj se do mësoj pak më mirë gjermanisht, megjithëse nuk është se jam dhe aq keq. Të premtoj se s'do marrësh me taksi ose ndonjë nga këta në telefon për televizor, se më në fund e mora patentën. Të mësoj se do mësoj t'i palos rrobat dhe t'i vara ashtu siç ti do, se gjithmonë na bën ferr këtë pjesë. Të premtoj se s'do ta urroj kurrë për vjetorin, se shqyr Zotit kemi Krishtlindjet dhe ma kujtojnë gjithmonë. Dhe diçka tjetër, të premtoj se gjithmonë, ama gjithmonë ti do kesh të drejtë, vetëm ti, vetëm unë asnjëherë. Melina, të siguroj se do të dua në çdo univers. Të siguroj se do të jem djegësi, fansi dhe mbështetësi yt numër 1. Të siguroj se do ndështes në çdo ide tënde, sepse e di që mendja jote e ndritur vetëm do të shkëlqej. Të siguroj se do të shtoj çdo ditë lumturinë dhe paqen në jetën tënde, ashtu siç ti e meriton. Do doja ta mbylla duke falendëruar familjarët tanë, e në veçantë prindrit, që patën besim të ata 2-18 vjeçarët që thanë, po, ne kemi zgjedhur njeriu në jetës. Falenderoj familjen tënde dhe prindërit e tu që kanë rritur një vajzë si ti. Edhe diçka të fundit. Mezi pres të vit dita që këtë histori dhe këtë ditë do ja tregojmë fëmijëve tanë. Të dua. Unë desha të falenderoja të dyja familjet, si të Kevit dhe të Melinës, se kanë rritur me vërtet 2 fëmijë të mrekullueshëm. 2 njerëz të përgjegjshëm, të cilët
me vullnetin e tyre janë këtu përpara nesh sot. Doja të ftoja gjithashtu familjarët për të sjellur unazat. Kevi, a e pranon Melinën të jetë bashkëshortja jote, ta duash, ta respektosh dhe të ecësh krahas saj në çdo ditë të jetës? Po. Melina, kjo është pyetje formale, po. A e pranon Kevin të jetë bashkëshorti yt, ta duash, ta respektosh dhe të ecësh krah tij në çdo ditë të jetës? Po. Me pëlqimin tuaj të lirë dhe me praninë e dëshmimtarëve, unë ju shpall burr edhe grua.